Fitoria e Arjan Tahirit u argumentua në këtë botën civilizuese. Në zgjedhjet elektorale, komuna e Mitrovicës ka shku në balotazh. Çka po prati nga balotazhi? Arjan Tahiri apo Faton Beci? Arjan Tahiri i ka pas votat, kryeministri me krejt çka ka pas alamet i ka prue në Xhabar, u mënue me përfitu Mitrovicën se e vetë një armë që i ka metë kryeministrit është balotazhi i Mitrovicës. Nuk mundet më marrë me pjesë veriore. Nuk mundet më marrë me listë sërbe. Lista sërbe është kategori kushtetuese. Kush dëllet qëhet nuk mundet me i larguar. E ke hjek një Radojqic, i ke prue krejt komunat me Radojqica. Edhe kemi dorëzu pushtetin me njerë. Mirë, po cilin nga të dy kandidatët e balotazhit pret me fitu? Fitoria e Arjan Tahirit u argumentua në këtë botën civilizuese që ju takon juve Kosovë e Re. Më thonë, nuk kam koment më se a i vlejnë, a të bojnë, është punë e tyne. E kanë bugjetin, i kanë senet, i kanë marrë hazër, edhe kry punë. Kja nuk do të diskutim, po e ka udhërpu që në mujtet, nuk do me vo qeverin, opozita e lartë edhe qaqë. Jo gëzëllë si Kosovën e Re, Kosovën shtetë demokratik, e njëfë në për 120 shtetëve.